Prej disa ditësh, në shtëpinë e Big Brother ishte krijuar një situatë e pazakontë që nuk kaloi pa u vënë re nga banorët. Fjolla, sipas diskutimeve brenda shtëpisë, kishte kohë që nuk po kujdesej për rutinën e saj personale, gjë që filloi të bëhej temë bisede, fillimisht në mënyrë të heshtur e më pas hapur. Kaluan ditë, pastaj javë, dhe banorët nisën ta ndjenin mungesën e higjienës si një problem që po ndikonte në ambientin e përbashkët. Askush nuk donte ta thoshte drejt për drejt, ndoshta nga mirësjellja, ndoshta nga frika se mos krijohej konflikt. Por tensioni rritej në heshtje, në prag të Krishtlindjeve, një ditë që simbolizon pastërti, qetësi dhe fillime të reja, situata arriti pikën e saj kulmore. Labinoti, i njohur për mënyrën e tij të drejt për drejt dhe pa filtra, vendosi të fliste. Me tone ironike dhe të hapura, ai sugjeroi Fjollës që të kujdesej më shumë për veten dhe të shkonte të lahej, duke theksuar se situata po bëhej e vështirë për të tjerët. Fjalët e tij shkaktuan reagime të menjëhershme. Disa banor qeshën nga sikleti, të tjerë mbetën të habitur nga sinqeriteti i ashpër i Labit. Fjolla, nga ana tjetër, u ndje e vënë në qendër të vëmendjes dhe situata u kthye në një moment të ndjeshëm emocionalisht për të. Ky episod hapi një debat të gjerë brenda shtëpisë. Sa e drejtë është ta thuash një të vërtet pa filtr dhe kur sinqeriteti kthehet në mungesë takti. Disa mendonin se Labinoti bëri mirë që foli hapur për diçka që i shqetësonte të gjithë, ndërsa të tjerë besonin se mënyra ishte e gabuar dhe e panevojshme. Në një ambient si Big Brother, ku njerëzit jetojnë ngjitur, pa privatësi dhe nën presion të vazhdueshëm, edhe gjërat më të vogla mund të kthehen në çështje të mëdha. Higjiena personale, respekti për hapësirën e përbashkët dhe mënyra e komunikimit janë elementë që ndikojnë drejt për drejt në bashkëjetesë. Ngjarja e Krishtlindjeve nuk ishte thjesht një koment spontan, por një pasqyrim i tensioneve të grumbulluara. Ajo tregoi edhe një herë se në këtë